Pas një hallakame që pati me Fifin, duke se Egli ka rënë në ujëra të qetë, pasi mbrëm në një postim në Instagram, ajo ka zyrtarizuar kalimin e saj në labelin SBS Entertainment. Ky do të jetë një rrugëtim sipas Eglit, që do t'i shërbejë asaj në mënyrë artistike për të sjellë këngë të ndjeshme, këngë të cilat ajo do t'i ndajë me publikun dhe do të jetë prezente në koncerte që me sa duket do të nisin tashmë që është zhvulosur dhe është firmosur kontrata e të qenurit pjesë e SBS Entertainment. Gana tjetër në rrjet ka një lloj diskutimi që Egli tani më është ajo që po kopjon fotot e Gjestit dhe po i riprodhon ato në të njëjtin pozitë siç i ka hedhur Gjesti ditë më parë në Instagram. Sigurisht që këto janë detaje që i kapin vetëm fancat besnik, ata që presin të shikojnë çdo gjë për çiftin ende në ujëra jo të qartë të tyre janë apo nuk janë bashkë tani më është kthyer në një tjetër diskutim se kush është kënga e re që do të sjellin apo se çfarë projekti do të lancojnë. Të jemi sinqert, nuk e kam parë si një lloj kopimi që Egli mund t'i bëjë pozave të Gjestit, edhe nëse e kopjon është në të drejtën e saj ose është ajo që un kam thënë që në kurrizin e Eglit emisionet pafund kanë marrë shikime, kanë marrë vëmendje, portalet janë mbushur me shikueshmëri, por Egli nuk është ajo që ka përfituar dhe tashmë është koha e saj që të marrë të gjithë këtë feedback që ka dhënë tek audienca, të gjithë këtë vëmendje ta përkthejë në shikueshmëri në këngët e saj dhe në koncerte. Nga ana tjetër do të rikthehem tek gocat e mia që mbrëm në Supernova patën debate. Patën debate mbi termin bullizëm, pasi shumë prej tyre edhe pse nuk u kuptojnë në mënyrë të mirëfillt ose në shoqërinë tonë përdoret në mënyrë klishe dhe nuk trajtohet apo edhe nuk analizohet shumë mirë se çfarë është një bullizëm i pastër. Për mua, shprehjet apo etiketimet apo sjelljet e disa vajzave nuk janë të pranueshme, ku disa gjykojnë dikë për moshën, disa të tjera gjykojnë dikë për pamjen dhe disa të tjera bëjnë krahasime duke thënë që ti je sa shala ime. Sigurisht në një kompeticion si Supernova ku vajzat janë në garë për të qenë edhe për të pasur foton më të mirë, për të bërë pasarelen më të mirë, por edhe për të pasur një lloj personaliteti, një lloj karakteri debatues në debate për të nxitur diskutime apo për të përfshirë kjo nga ana tjetër tregon edhe një lloj qasje ku është shoqëria jon, por mua janë në një nisje, janë dhe në një rrugtim të mirë pasi ka pasur plot situata ku kryeson sigurisht Nina, Rushja dhe Briki. Briki më së shumtin unë shikoj duke mbajtur një lloj qëndrimi si një lloj, nuk e di nëse mund ta them nën Tereze, pasi dëshiron dhe është shprehur dhe reflekton një lloj ndërgjegjësimi për të mos anashkaluar apo të mos shkuar më saktë në këto lloj terma ofendues tek njëra tjetra, të ketë një lloj harmonie në grup, kurse nga ana tjetër Nina dhe Rushja janë më aktive në debate me tyre dhe ngacmimet i kanë të shumta. E duke qenë te ngacmime e kam me dy mendje, të thumboj apo të ngacmoj, apo të flas troç për ata që dikur i kanë mbrojtur në çdo emision të rrugtimit të tyre në Big Brother, e sot janë bërë VIP-a të mëdhej dhe bëjnë sikur s'të shikojnë, bëjnë sikur nuk të shikojnë në rrjetet sociale, bëjnë sikur nuk të njohin. Duke e mbyllur, duhet të them që Gjesti ka arritur 7.2 milion shikime në vetëm 2 javë. Një shifër jo e lehtë, por e merituar dhe e marrë nga Gjesti që padyshim ka mbushur çdo koncert me njerëz pafund që janë aty dhe e ndjekin. Kjo tregon edhe një herë tjetër që atit i takon dhe e meriton me të vërtet epitetin si fenomen, pasi i tillë është, ka arritur dhe ka shkuar tek çdo publik. Ana tjetër kam parë dhe paksa ngacmime me producentin e tij, duke shkëmbyer fjalë që me sa duket janë pjesë e tekstit dhe këngës së re që Gjesti do të nxjerrë, që me sa duket do të dalë shumë shpejt.